E vërteta më e vështirë rreth dashurisë është se ajo nuk mbjeton dot e vetme. Ajo mbjeton sepse dy njerëz zgjedhin të mos heqin dorë nga njëri tjetri. Dashuria nuk është fat. Është të jesh aty kur je I lodhur. Është të dëgjosh kur do doje të mbyllesh në vetvete. Është ta zgjedhësh atë njeri edhe në ditët kur fluturat në stomak janë zhdukur. Sepse dashuria zbehet hera herës. Ato ndjenja të forta, emocionet, energjia e nuk jetoj dot pa ty, vinë dhe shkojnë. Dhe kjo është normale. Dashuria vërtet nuk matet me forcën e ndjenjës në momentet e bukura, por me përkushtimin që ruan në ditët e mërzitshme. Kur tjetri është I sëmur apo I vështirë, kur të dy jeni të stresuar dhe I ngrini zërin njëri tjetrit. Të gjithë mund dashurohen. Filmat e bëjnë këtë pjesë të duket e lehtë, por ta mbash dashurinë gjallë? Kjo kërkon punë që shumica e njerëzve nuk janë të gatshëm ta bëjnë. Prralla nuk është të gjesh njeriun tënd në botë. Është të qëndrosh me të kur qëndrimi bëhet I vështirë.